Para se të shuaj në moshën 40 vjeçare, marrë nga një kancer në stomak, aq i shpejt sa i pamëshirshëm. Stilisja dhe autori e njohur Krista Rodriguez la këto fjalë që sot prekin botën me të vërtetën e tyre të zhveshur. Kam pasur makinën më të shtrejtë në botë, sot lëviz me karrocë. Marka ime shiste rroba dhe artikuj luksi. Sot jam mbuluar me një çarçaf spitali. Kisha miliona në llogari, por sot nuk vlejnë më për asgjë. Banoja në një vilë mallështore, tashmë fle mbi 2 barrela në një korridor. Nga hotelet me 5 yje në laboratoret pa dritare. Kam nënshkruar qindra autografe, sot firmos vetëm formular mjekësor. Kisha 7 parukier, personal, sot nuk kam më asnjë fije floko. Udhtoja me avion privat, tani më duhet ndihmë edhe për të shkuar në tualet. Darkoja në restorantet më të mëdha. Tani ushqehem me pilula dhe infuzione. Dhe ajo e mbylli me këtë fjalë. E gjithë kjo, paraja, fama, luksi, nuk kanë asnjë kuptim për mua, sepse nuk ka asgjë më reale se vdekja, dhe asgjë më të çmuar se shëndeti. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Ishte një risi, një gjetje ndryshe, një fillim ndryshe. Dua t'ju përshëndes të gjithë nga valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe nga kanali televiziv i RTS Shkodrës. Gjej rastin t'ju uroj që kaloni një fundjavë sa më të gëzueshme me familjarët tuaj në këto ditë të bukura pranvere dhe uroj për secilin prej jush që këto fjalë që lexova t'i ketë në konsiderat, dua të them t'i kemi në konsiderat, të kuptojmë se disa gjëra që na duken shumë të vlefshme në një moment tjetër, në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, nganjëherë ato e humbin atë vlerën që kanë. Dhe vlerë merr ajo çka është me të vërtetë reale, jeta e cila duhet të triumfojë përtej vdekjes. Dhe sot në studio kam një mike të përzemërt, e cila nuk vjen me një libër, por vjen me 2 libra tashmë. Ky ishte një paragraf që lexova një nga kapitujt të librit të saj të fundit, i cili është novel përtej vetes, Beti Plepçi. Priti mirë se erdhe, e dashton. Mirë si o gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Nihem tamam si në shtëpitë eme. Është një kënaqësi sa herë që ne ndajmë libra të rinj së bashku, risi të reja nga ti, diçka tjetër tashmë. Nuk vjen vetëm me një libër, vjen me 2 libra. Kemi një libër me poezi, i cili titullohet Kur heshtja flet në varg, edhe një novel e cila siç e tha, e anonçova pak më parë, edhe ishte përtej vetes. Biti tashmë në atë vargun e perlave që gratë mbajnë në qafë, ju shtuan edhe 2 perla tjera atij vargut që më duket do të jetë i gjatë, sepse e shoh atë dëshirën tënde për të vazhduar për të shkruar. Si ndihesh që ky varg po plotësohet nga pak? Sinqerisht, unë jam shumë e dashuruar me vargun. Jam shumë e kënaqur edhe për librat e ri që erdhen tashmë. Edhe shpresoj që të priten dorë të lexuesit, ashtu si janë titujt e tyne. Sidomos nalem të libri përtej vetes. Është një libër që unë i kam kushtuar vëmendje të veçantë. Jo se është më i rëndësishëm se tjerët. Por ka më tepër një shpirtit se sa tjerët. Edhe vetë titulli përtej vetes është shumë domethënës. Si që është domethënës edhe titulli Kur heshtja flet në varg. Domethënë, Kur heshtja flet në varg, se po ndalem të libri i dytë më parë, ka pasqyrim pak edhe karakterin tem personal, sepse unë për shumë gjana ose për shumë probleme, për shumë aspekte që më paraqiten në jetë, unë kur nuk e nap një përgjigje më njëherë. Ka raste që nap një heshtje, ka raste që në heshtje bëj monolog për me gjetë zgjidhjen e kësaj ose këtij problemi që më paraqitet, dhe më kanë pasqyron shumë karakterin tim të brisht heshtja. Edhe pa qëllim nuk ja kam vu kur heshtja flet në varg. Ti thu pasqyron pak karakterin tim të brisht, dhe unë në një njohje më të thellë të autores them që nuk ka asnjë lidhje me brishtësinë. Është një gru shumë e fortë. Është një gru që nuk them për çon, po çan në jetë, dhe një gru e cila pasionin e saj e lëvron hap mbas hapi. Beti ka një shprehje fantastike faktikisht, të cilën unë dua ta them dhe mendoj
që është një shprehje që të bën me kërku ma thellë mbrenda vetes. Ajo thotë unë nuk jam poete, unë nuk jam shkrimtare, por shkruaj për pasion. Është një shprehje shumë e veçantë, e ke thënë edhe në promovimin që sapo e kemi konkluduar në qytetin e Shkodrës. Pse i thu vetes, unë nuk jam poete, unë nuk jam shkrimtare, dhe e citon vazhdimisht diçka të tillë vet. Po, këtë e vërtet e them, po përsëris edhe këtu, nuk jam poete, jam thjesht autore e disa librave. Poeti ka një dimension të largët, të larmishëm. Nuk mund të krahasohet me një poet që është një vërtet poet, për arsye se tash një që shkruan edhe një poet janë dy gjëra deri diku të ndryshme, edhe pse kanë të njëjtin destinacion me shkruaj. Unë shkruaj, ndoshta kam cilësuar edhe dje pa figura letrare, pa figura poetike, po librat që shkruajn kanë ndjenjën e shpirtit, edhe ky është jo se poetet e muaj nuk e kanë, po unë du më nalë të vetja jeme. Dhe më thanë karakteristika e jeme në këto libra është ndjenja e shpirtit. Edhe për këtë them unë që unë nuk jam poete, sepse nuk përdor shumë figura letrare. Ti mendon se poezia jote nuk është e pasur me figura, me figuracionin letrar, kjo është mendimi im. Por një mendim nga një prej njerëzve të letrave, siç është doktor Muje Buçpapa, i cili ka bërë edhe parathënien e librit Kurreshja flet në varg, thot diçka tjetër, atë që Beti nuk e citon absolutisht, por unë po e citoj disa nga rreshtet që ai ka shkruar për këtë libër dhe për poezinë e Betit. Vëllimi poetik Kurreshja flet në varg i autores Beti Plepçi përfaqëson një përpjekje të artikuluar për të ndërtuar një univers lirik, të mbështetur mbi introspeksionin emocional, kujtesën autobiografike dhe reflektimin ekzistencial mbi përvojën njerëzore. Në planin estetik dhe poetik, ky libër shfaqet si një hapësirë tekstuale ku përjetimi individual transformohet në diskurs poetik dhe ku ndjeshmëria subjektive artikulohet përmes një sistemi figurativ që synon universalizimin e përvojës. Në këtë kontekst, poezia e Betit mund të lexohet si një formë lirikës introspektive, që ndërton një dialog të vazhdueshëm midis përvojës personale dhe dimensionit universal të ndjenjës njerëzore. Përmes një strukture diskurtive, ajo alternon elementet narrative dhe meditative. Autorja arrin të krijojë një hapësirë poetike ku kujtesa, dashuria, mungesa, shpresa dhe ringritje shpirtërore përbëjnë kategori themelore të reflektimit lirik. Në aspektin e poetikës së subjektit, vëllimi ndërton një figurë lirike që nuk kufizohet vetëm në artikulimin e përjetimit individual, por shfaqet si një instancë reflektive që kërkon të kuptojë dhe të interpretojë përvojën e jetës përmes gjuhës poetike. Kështu, vargu shndërrohet në një medium interpretues përmes të cilit përvoja personale fiton dimensionin estetik dhe komunikues. Ka marrë elementet e poezisë, heshtja si kategori estetike dhe diskursive, kujtesa, identiteti dhe dimensioni elegjak e shumë të tjera. Pra kemi edhe mendime ndryshe. E bukura e shkrimtarëve dhe poetëve, edhe qofshin ata në hapat e parë të tyre, është e bukur kjo pjesa që të bën të kurrësh, edhe mbase vetë fjala unë nuk jam poet të ndihmon që ti të ecësh më përpara, të ndihmon që ti të përmirësohesh në atë që po bën, të ndihmon që ti të rritesh, që ti të kesh një mendim më të pjekur, një mendim më të rrjedhshëm, një mendim më të lidhur, edhe mesazhi të vijë plot, edhe pa kuptuar atë figurat letrare vinë edhe qartësohen edhe dalin vetvetiu. Gjithmonë figurat letrare janë ato që nuk të duken ty, por ato që publiku i kupton në një mënyrë tjetër. Poezia jote faktikisht tashmë mbetet një poezi e identitetit tënd, dhe cilësohet poezia jote, kuptohet që është poezia e Betit. E ke rifituar një stil të tëndin në cilin tashmë ti po shpërfaqesh avash edhe për publikun e xhan. Njihesh mirë kur njerëzit e njohin më një herë një poezi tënde dhe edhe një herë të etiketojnë Beti, kjo është poezia jote. E kuptova edhe pa e parë emrin atë. Po, sinqerisht njihem shumë mirë në këtë rast, sepse nuk është një apo dy, po janë shumë njerëz, janë disa njerëz që ma kanë theksu që poezia jote është reale, është shpirtnore, shumë i kanë bavën vetën e parë, po shumë i kanë bavën veta dyta, treta, sepse unë i shkruaj një realiteti që jetoj ndoshta edhe për një mike teme, një realiteti që jetoj unë vetë personalisht. Po edhe të njerëzve të mi,
Shumë dhe njerëzve të mi që unë i kam ju kam thur disa vargje, ashtu si që i përket parametrave të asaj teme, kur një njeri më thot që vërtet është poezia jote, unë sinqerisht kënaqem, nia të kënaqësinë personale. Në përjetit tuaja sociale, unë kam kam gjetë disa vargje, cilën faktikisht më goditën, sepse po ta gjejmë edhe ti nga që thu, unë nuk përdori figuracionin letrar, po e ta shohim, poezia është të në një metaforë vetvete. Pse e pin kafen gjithmonë në këtë filxhan të ciflosën? Më pyeti dikush. Sepse është filxhani im i preferuar. Është njësoj si unë. Ka disa thyrje të vogla. Nuk ka shumë i rregullt. Ku pihet kafja, ka pak thyrje edhe në bisht. Ka rënë për tokë, por nuk është thyr komplet. Është njësoj si unë. E shumë të lërvishtura. E rrëzuar për tokë disa herë. E ringritur. Po çdo herë. Është një poezi e ndjerë, është një poezi të cilën e kisha hedhur në rrjetet tuaja sociale, unë e verë që ato vargje që dalin me një herë shme janë me një herë metaforë. Kemi një metaforë e një njeriu që edhe thyhet edhe rrëzohet. Ka një herë rrëzohet edhe cifloset me gjithë thyrjet e veta, por e gjen forcën të mblidhet gjithë së bashku dhe të ngrihet në kam. Edhe kur më thuja me brisht, unë nuk mendoj për brishtësinë tënde, por unë mendoj këto pjesët e ciflosura që i mblell brenda vetes, edhe ti e shpalosesh edhe bashkë dhe një herë një gru e gjitha në kam. Si të lindi dëshira e kësaj poezie? Në fakt ja nuk ishte dëshirë poezijet, kjo ishte një jetë reale. Absolutisht po, është jetë reale. Jetë reale, unë të kohët e funit, sidomos në këtë vit, jam përballë shumë me vështirësitë shëndetësore. Po. Ky ka qenë një moment ku unë isha, me të vërtet kisha ra komplet, mendosha se do të çosha më. Por ja që i ngjasoj atij filxhanit pak, ta thojmë shkodrançe, cikatun. Atij filxhanit pak cikatun, se i kam bërë një krahasim të tillë, sepse në vërtetë edhe unë jam ciflos shumë në shpirtin tim për sa i përket motiveve shëndetësore. Nuk e kam ul vedin kurrë, nuk kam thënë kurrë këtu marroj se nuk ka shprehje për mua. Ndoshta unë shpesh përdori atë brishtësinë time. Unë vërtet e kam shpirtin e brisht, sepse ndjej edhe ndihem keq për çdo gjë që mund të kalojë një njeri, një dhimbjen edhe të tjerëve, jo vetëm temen. Domethënë, ajo brishtësia jeme shfaqet edhe këtu. Por nuk mund të rri pa përmend që në atë brishtësinë teme unë kam edhe forcën. Ku shpesh zemra i thot shpirtit, mos u ul. Ma atë brishtësinë që ke, mos u ul, mos u gjunjëzo. Domethënë, ndoshta shpirtin e kam të brisht, po zemra është e fortë. Unë duhet të kalu të një temë delikate dhe e di që më lejohet se ne jena mike dhe kena diskutu ndoshta edhe gjatë këtij emisioni në vitet e më përparshme kur Beti ka ardhur me një libër tjetër. Beti ti pas në kohën që Beti shkruante njerëzve me aftësi ndryshe, ishte pak tabu pjesa e të shkruarit për aftësi të ndryshe të njerëzve, sepse ne ende kemi dash Zoti kemi ende empati për mos të cënuar njerëzit edhe për mos i bëjmë ata që të ndihen keq, por faktikisht Beti të sjellurit asaj poezie ishte krejtësisht elegante mendimi i saj dhe po aq gjithëpërfshirës. Së fundmi në emisionin Pena e Shkodrës unë kam pasur psikologe, cilat kanë bërë libra për njerëzit me aftësi ndryshe edhe për perceptimin se si mund të shihen ata në publik, si mund trajtohen ata në publik. Ata janë si gjithë të tjerët, thjesht kanë një aftësi, mbase një aftësi ndryshe, mbase një gjenjinitet më tepër se sa njerëzit e zakonshëm, sepse ndodh edhe kështu. Ke marrë komente pikërisht për këtë poezi, pikërisht për këtë guximin që kishe, qoftë në studion e Radio Shkodrës edhe lançimin e poezisë, lançimin e historisë së përkitjes së asaj poezie. Ishte një guxim i një momentit, por unë me vitet, me kohën më pas e kam kuptuar më së miri që është një nevojë e njeriu që të nxjerrin gjërat nga brenda dhe shumë e vërtetë. Dhe ti thajme realisht. Tashmë nuk ka ma barriera. Njerëzit i thonë, njerëzit i pranojnë ashtu siç janë, edhe pse e themi një aftësi ndryshe
ndryshe nga njëherë më duket e panevojshme të themi që është aftësi ndryshe. Kja shumë e vërtet, thjesht këtë poezie kam ba për një realiteti që po shifsha në televizor të Kanale 5 në Itali, por nuk është thjesht vetëm emisioni që kam pa. Kjo është jeta e përditshme e jemja, E di. që unë jetoj me një fëmijë të tillë. Jeton me një fëmijë si drita. Ja, në fakt ishte tu e thonë, jetoj me një fëmijë të tillë që as fëmijët e mi dhe as dy fëmijë tjerë nuk napin dashni sa unë prej fëmijë. E pra. Dhe më thonë, unë e kam ba thjesht, ti e din shumë mirë që librin e dytë ja kam dedikua ti. Absolutisht po. Edhe Dhe është poezin. dhe është një libër që është dhuru në për Pikërisht institucione në ku këtë përkasin institucion. edhe shumë çka. Aty unë menova se kam bërë një dhuratë Ariol, aty në fëmijëve, po pa menu, edhe pa imagjinu që po gjesha unë të ata fëmijë. Aty të ata fëmijë, unë kam gjetë jo dashni, e pa kufishme. Ato billita që më kishin shkru, ato i kam edhe sot, i kam vu në një syrtar. Citatet e vogla në përpusullat në vogla. per ato certifikata që kishin vu me tanë ato firmat e vogla të fëmijëve, unë ti me thanë vetëm një gjë. Shumë emocionale, shumë emocionuese. Unë kam kjo, ja emocionuese, unë kam kjo. Pra ne them që këtu më deleja bështësia e shpirtit mu. Unë kam kjo, se nuk e pritësha atë afrimitet, atë fëmijë që dikush i qunë fëmijë me limit, me dhanë që thë dashni. Dashnin e kanë pa limit ata. Pra ne edhe unë thamë që sidomos prindve të këtyne fëmijëve, jo pranoni se kja është e pa diskutueshme që i pranojnë. Derisa i kanë sjellë në jetë i kanë pranuar. Ata janë dashni, edhe ata janë fruti dashnisë tyne, por kur mos të gjunjëzohen, sepse shpesh nga ajo që menojnë se është diçka, ti thona me limit, ai një ka me pasi të të vetë një diçka tjetër ma geniale që mund të demonstrojnë, por nuk është e thanun që ata fëmijë do t'jenë gjithmonë kështu për shembull për djalin tem, ose nipin tem. Thonë, ai ka fillu faktikisht 5 vjeç, po ka fillu me thonë ata shprehjet, ato fjalët. Mu për shembull më thotë, ai është italian, lindur në Itali, më thotë nana. Dhe me thonë, mu edhe sikur më jep atë dashnin pa kufishme, si do që tjetaj. Unë jam shumë pra e gjithë nanave, gjithë baballarëve, prindërve pra që kanë fëmijë të tillë, ti dojë nuk diskutohet se është një këshill kote, se çdo prind don fëmijën e vet. Po ti dedikohen pafundësisht edhe. Ti dedikohen, se çdo prind i dedikohet fëmijës vet, po mos të gjunjëzohen dhe mos ta humbin kur shpresën. Mos me humb shpresën. Është një mesazh që na duhet faktikisht. Mos me humb shpresën kur. Uroj që realisht të dëgjohen mesazhet sepse është vërtet njeriu para situatave të ndryshme në jetë edhe gjunjëzohet edhe humb besimin, humb edhe atë pikësynimin që kishte. Por patjetër që Zoti ka ato mënyrat e veta për me na tregu se ne nuk duhet gjunjëzohena. Absolutisht. Dhe faktikisht unë dume e vazhdu me një poezi tjetër pa kalu tek libri që unë e kam shumë për zemër. Jo se nuk e kam të tjerë, po atë është diçka e veçantë ai libër. Duaje. Duaje jo pse është gruaja jote. Pse e ke zgjedhur vetë. Duaje edhe pse shpesh të ta doje ndryshe. Duaje edhe kur ka dhimbje koke. Duaje edhe kur bërtet. Kur rrin heshtje. Ose nëse çan fshehurazi. Duaje kur është e lodhur. Kur është e lekër dhe këndon, edhe nëse kënga s'të pëlqen. Duaje edhe kur të korrigjon, edhe kur vesh një fustan elegant seksi me takat larta. Duaje edhe atëherë kur është e ulur në divan, me një triku të trashë të çorape leshi. Duaje edhe kur të largohet. Duaje, por mos e thirr mama. Është nëna e fëmijëve tu, jo nëna jote. Duaje kur është e lumtur. Duaje edhe kur është e trishtuar. Kur shikon rrudhat dhe flokët e pasistemuar. Duaje edhe kur grindeni. Duaje kur flet shumë. Dhe ti e shikon në heshtje pa e përikur. Duaje edhe kur përplas derën, kur del pas disa grindjeve. Duaje në çdo ditë. Duaje pa rezerva, pa limit, pa frikë. Thjesht duaje. Korrigjoje edhe pse tashmë jeni
bashkë një jetë. Bëje të njihet unike dhe e jotja. Mos të të vitë turp të duash, të përkrash, të ndimosh në detyrime dhe në vështirësi të jetës. Ftoje për darkë diku jashtë, në kinema, ose në një koncert. Bli bileta për një spektakël që të pëlqen dhe merre me vete. Surprizoje. Edhe ajo do të surprizoj tashmë. Duaje sepse je një burr, dhe jo vetëm një mashkull. E ke qanis. E ke përdor të gjitha ato epitetet, të gjitha kërhasimet e mundshme, të gjitha gjendjet e një gruaje, pothuajse të gjitha gjendjet e një gruaje, por mbi të gjitha kërcek realitetin. Është një poezi e thellë, është një poezi që i prek njerëzit, kushdo që mundohet me lexu, edhe një pjesë e mirë e grave besoj që e gjen veten. Kemi nevojë për shumë dashuri. Edhe atëherë kur nuk e duam, e dim që e duam, por bëjmë sikur nuk duam. Ata shpjegojmë pak më shqip sepse është një sjellje që nganjëherë bëjmë sikur nuk duam as dashuri, por realisht unë mendoj që çdo qenie njerëzore mbi këto ka nevojë për shumë dashuri. Por gratë gjithmonë do të kenë atë dozën pak më shumë. Janë ato të cilat jeta i ka ngarkuar më së shumti, të cilat jeta ju vesh barra mbi supe më së shumti, të cilat jeta nuk është kursyer dhe Zoti ka dhënë atë shejtërinë që të bëhen edhe nëna, edhe të mbajnë dhe jetë tjetër brenda vetes. Realisht është një poezi tepër e gjetur. Në një kohë ku ne po përballemi me shumë realitete dhe po përballemi me histori të ndryshme, në këtë kohë kjo poezi vjen si një him, kisha me thënë vetë. Si ishte ndoshta për ty rrugtimi i kësaj poezie. Nuk tu me dal absolutisht të libra te kjo poezi. E ke piknis krejt, e ke qas me aveshe ka lënë në revolt. Vjen një gru që revoltohet deri në fund, edhe kërkon me çdo ngulm një dashni të pastër, një dashni të bukur, një dashni të sinqert, një kisha me thënë një trajtim ndryshe. Po. Unë jam shumë femnore. Unë përkraj shumë figurën e femnës. Jo se meshkujt, se jo nuk janë gjithë njësoj. Duhet t'i shohim edhe pak, ka dhe shumë meshkuj që mund ta shohin vedin në atë poezi. Absolutisht po. Edhe pse unë ja kam dediku femnës. Ka shumë meshkuj që mund ta shohin vedin. Problemi është pak e kam bë të përvetësume, por më shumë të jetume disa raste konkrete që unë i kam jetu disa shoqeve të mia, disa mikeve të mia. Lidh ajo që thonë, mu më don burri, po në mënyrën e tij. Pyetja jam është, po kjo mënyra e tij a përshtatet në mënyrën që kërkon ti të burri. Do të thonë që jo gjithkush ka mënyrën e vet. Ndoshta mënyra se si e don burri filanin apo fistekun nuk i përshtatet, nuk i mjafton, nuk pa them që nuk i përshtatet, po është e pamjaftueshme. Vërtet. Si një burr duhet të jetë prezent familje, një burr duhet të jetë prezent në halle, pse jo edhe një event. Pra, jeta thjesht nuk është në ato momentet kur gjithçka shembet, por është edhe në momentet më të bukura ku ne duhet jemi së bashku, por është ajo ideja që mua faktikisht më pëlqen esenca e kësaj poezie, sepse ka diçka të veçantë. Beti, unë e di që ti e ke vështirë me fol për poezinë, edhe për momentet të tuaja që ti shkruan, por ajo që më pëlqen është se më trajto si më takon me më trajtu. Më trajto si duhet trajtohet një gru me gjithë respektin, por me gjithë dashurinë edhe për kushtimin që realisht duhet, unë du të theksoj këtë që duhet, dhe kjo i përket të gjitha grave. Ka shumë të shashtë dhe pak personale. Pa, e kuptova diçka të tillë, dhe le të ndalemi tashmë tek libri që është ky libër, e si themi ne, është ky libër dhe na mblodhi. Është ky libër i cili për te vetes. Faktikisht unë mendoj se me të vërtetë që Beti ka kalu për te vetes. Është libër i cili dedikohet një njeriu shumë të dashtën të jetës së saj. Edhe gjithmonë librat autobiografik, pavarësisht se i përkasin ndoshta edhe një personi tjetër, një biografi e një personi tjetër, kanë atë pjesën e tyre fundamentale. Japin atë kuptimin tjetër dhe realitetin e një jete tjetër. Kujt i përket ky libër? Po e filloj krejtësisht sikur nuk di asgjë.
Unë në radhë parë Ariolën mora guximin të shkruaj një novelë. Sepse ti Dole prej asaj rutinës tënde dola të prej poezisë, atij prej kafazit, poezisë, dola prej atij kafazit I hoqët poetik. barrierat. Edhe mora guximin me shkruaj këtë libër, pa qëllim edhe kam marrë shumë mendime të ndryshme për titullin, edhe më i përshtatshëm më duk ky për te vetes. Një gru sot, në këto kushte që jam unë, për ke mund të shkruajnë ma tepër se për një nanë. Për nane. Me shku për te vetes. Te kush është më shumë se sa nana për te vetes. Është e vërtet, ja. Edhe unë duke pa deri diku, jo krejt, deri diku duke di diçka, historinë e jesës të saj, atë kalvarin e vujtjeve që ka kalu nëna jeme, edhe që është prezentu shumë herë, që është 18 vjeqe, unë mora guximin që të shkruaj këtë libër. Në mënyrë që ky libër mos jetë një libër që vetëm të lagën fletet e tij me lot, se pa dyshim më kush edhe mund ta lagin me lot. Nuk është fymje loti, loti është njëjnë. Edhe në qoftë se ndonjë prej lexuesve do derdhi lot, unë i kërkoj falje, por tanin se me të vërtet ky libër ka një shpirti. Edhe nuk duhet ta shohin vetëm si një kalvar vujtjet, por si një mesazh që edhe në këto momente që nana jeme ka kalu, ajo gjithmonë, sa do brishtësi të ketë pas në zemër, sa do hallet të ketë pas, sa do fatkeqësi të ketë kalu, ajo gjithmonë ka menu që dikur një dritë do të shkëlqente për të. Edhe ka pas atë idenë që kjo dikur do të triumfonte të pak të realizote ëndrën e saj, që ëndra saj ka kenë me pas një familje të bashkume. Edhe faktikisht këtë ëndër e ka realizu mas shumë kosh, mas shumë vujtjeve, mas shumë të themi akuzave të pa qenuna, se duke pas atë. Mas shumë peripecive, mas Peripecive shumë jetët. gjanave, mas shumë mas një kalvari të gjatë të jetës, me peshat e saj dhe me rrëzimet edhe ringritjet, e arriti qëllimin e saj. E arriti deri Me diku një ti thona. me një jetë të shkurtër realisht, sepse unë jam ajo që e kam lexuar librin imtësisht edhe me një jetë të shkurtër, por me një jetë të mbushur me ngjarje. Sa të duket e shkurtër, me ngjarje që është e mbushur, të duket sikur i ke jetuar jo 100 po 200 vite. Realisht këtë jep përshtypje libri, i cili përbohet prej disa kapitujsh faktikisht. Unë du me të pyet një diçka ndoshta më të tënën, si është pjesa e kujtesës tënde, si i ke lidhë kujtimet, sepse aty fillojnë kujtimet qysh në voglin tënde, dhe deri në rritjen që ke perceptuar pastaj se si vazhdon jeta, se sa vështirë ishte, se në voglin njeriu nuk i kupton vujtjet e një gruaje, po më pas i kupton më tepër dhe si erdhi ky linear mendimesh? Tash ky linear mendime shkar në këtë mënyrë që unë shumë gjana nuk i kam jetu të vujtjeve të I ka rrëfy. Janë tregimet e saj që shpesh në i ka diftu për atë që ka pa të arsysh me aja, E kuptoj. se shumë gjana unë i kam ditë edhe nuk mi ka tregu aja. I kam një prej tjerëve, por nuk i kam hell në libër, Do sepse me thënë ka dhe pjesë historisë pa të pa rrëfy me sepse libër. nuk e shoh të arsyeshme që lexuesi duhet të takohet në një libër vetëm me hall, vetëm me kyt, vetëm me atë, duhet që të jetë një optimizëm në fund libri. Ndërsa për sa i përket ato që unë i kam jetu vet, unë i kam jetu mas 10 vjetëve të themi, 7 vjetëve, sepse nana jeme me babën tem kanë pas një bashkëjetesë prej 7-8 vjetëve, nga Afrika, diferencë të moshës që atëherë s'ka kanë ndikume si sot, sepse të martohet një vajzë e re 23 vjeçe me një burr. Po flasim për një kohë shumë për një sistem krejtësisht tjetër, për një kohë të shkume, goxha të shkume gati, po një shekull tjetër tashmë. Komplet. Dhe si do qoftë pjesa e bashkëjetesës është një emancipim vetvete, se dy njerëz mendoj që dashuria e madhe
të bën me kalu çdo lloj kufini edhe çdo lloj caku që na vehet në këtë jetë, çdo lloj tabuje me thy, edhe faktikisht kjo është dashuria beti. Kjo ishte dashuria ty në sepse dashuria është ajo që triumfon në ato momentet kur njeriu nuk njihet gati për me marrë asnjë hap. Është ajo që të bën me bë, ne i thojmë marrëzira, por nëse kjo marrëzi është diçka që t'jep ty një siguri jetë, të jep ty një forcë të pashmangshme dhe një realizim prej atyne ku ti nuk e ke imagjinuar asnjëherë, pastaj çfarë themi, ajo është fat, kisha me thënë unë. Betu, unë e kuptoj, peripecitë ke të shkrume të lidhuna të vargëzume, po themi të vargëzume, ajo është novelë, por a ishte e vështirë për ty të rikthehesh kujtimeve dhe ti vësh në një libër tashmë? Në fakt këtë thash edhe më parë, unë edhe para 3 ditë që e mora në dorë librin, unë po lexosha dhe kom shkoshin lot mu, personalisht. Por me shkru ishte shumë e vështirë në realitet. Sepse si lini ideja për me shkru vetë një libër të jo? Ideja më lini vetëm për këtë mënyrë. Sepse nana jeme ka një njeri vujtë, në thash. Dosha që ky libër t'jetë një kujtim për mu, për motrën, se mu vetëm motrën komet, edhe për shumë njerëz që atë kanë njoftë. Por deshte që me këtë libër edhe fëmijët e mi që nuk e kanë jetu, gjyshin e tyne ta njohin nëpërmjet librit. Ta kenë një kujtim, njohin diçka, të dinë diçka. Se për shembull gjyshin e kanë jetu babën e tjatit, gjyshin nga ana e babës e kanë jetu. Por fëmijët nuk i kanë jetu asnjërin. Është e vërtetë. As babën dhe as nanën. Se baba ka vdek shpejt. Normal, ka qenë 23 vjet më mëdha. Edhe për sa po i përket aty në lidhjeve, nganjëherë gjyshat nga ana e nanës janë pak më të afërt me fëmijët. Pikërisht pra kënë fëmijët e mi si kanë jetu. Ja, nuk as po themi, po janë bajagi më të afërt. Jo se nuk kujdesen ata, absolutisht, njerëzit e tjatit, unë kam mesën tema, jarrin të gjyshat e tjatit, dhe më kanë të print e tjatit, se na jena ta në punë. Po kur merr mund telefon, sidomos atë periudhë që isha në spital, nana, mi manki. E flitë ma atë, ta malek njenjen që me të bave me të shkullet. Nuk e tham të, absolutisht, se gjyshnat janë gjithë njësoj. Por, ty pas parasysh se fëmijët e mi nuk i kanë jetu print e mi, as njërin as tjetrin, mendova që t'ju bëj një kujtim. Ti mund të shi po për babën pse se bane. Sinqerisht baba nuk ka të rrëgu shumë për jetën e vetë. Nana është ajo që ka rrëfim më tepër. Nana me ne është hapi fije ma shumë. Nërsa baba nuk është hap me ne, se baba ka kanë 45 vjeç. Po mirë, nuk ka rëndësi, thjesht nganjëherë burrat nuk është hap me ne. Burrat e asaj kohë ishin ma stoik, ma burrnor, dhe ajo nuk janë munduar asnjëherë me shfaq pjesën e tyre të brisht. Po flasim për një shekull tjetër, kur edhe pozita shoqënore e tyre ishte më ndryshe, edhe mënyra e paraqitunit në një shoqëni patriarkale si e jona nuk lejon që burrat jenë të brisht, i dojnë burrat punor, të eger, të larg, jo krejt ofert me fëmijën dhe shumë çka tjetër, por dashnia e tij mendoj që ka qenë pa diskutueshme dhe pa kushtuar. Kam shumë lidhur me babën, kam bërë shumë poezi edhe për babën. E di. Bile kam qujt mreti i shpirtit tim. Po, është vërtet. Është vërtet, kam bërë shumë poezi për babën, si në këtë libër, si në libra tjerë. Unë ai ka qenë timonieri jetës, se unë kam qenë shumë e lidhur me babën. Nuk ka qenë timonieri jetës. Në kapitujt e librit për te vetes fillon gjithmonë me disa citate. Nuk fillon kapitulli pa disa citate. Bile po i thu emrin kapitulli 5 ose kapitulli 6 ose kapitulli në fillim shkruan disa citate, po lexoj disa. Thonë se bukuria është në sytë e atij që shikon. Unë besoj se për një grua bukuria ndodhet në gëzimin e saj. Ndërsa në një kapitull tjetër shkruhet, kur jeta të rrezon mundohesh të reagosh, por pastaj të përballë me një të vërtetë çdhem, edhe më shumë humbjen e njeriu të zemrës. Lutjet janë forca që gjejmë në momente të vështira, kur nuk jemi në gjendje të zgjidhim problemet tona për motive të ndryshme. Pse e ke zgjallë këtë mënyrë për me sjellë librin, domethënë? Ose nga kush erdhen këto citate? Janë të tuja të mirë menduara apo janë të huazuara? Ja, disa shumica janë të mia, të huazuara janë shumë pak, domethënë janë fjalë të marrën aty këtu. I ke cituar ato pjesë që janë të huazuara. Unë kam lidh vetë në atë idenë time.
Sepse një njeri që fillon me lexu këtë libër, kur lexon citatin, është një diçka që mund ta tërhequr më shumë. Unë kam dashur me kanë pak më Pra, është një mënyrë për me tërheq lexuesin përmes më tepër, dëshirën e lexuesit mos me shku dëshirën, po ti shkojnë deri në fund. Çka ka dashur të thonë? Është një libër që të bën me shku deri në fund dhe njëri me kuptues se kam dashur të lëm gjanat pak enigëm, në mënyrë që të vazhdohet me lexu librin. Por nga që ti nuk mund dalësh nga poezia, ky libër shëshnohet edhe me poezi të ndryshme. Bet si a ishte vështirë të kalosh nga poezia tek novela edhe në një rrëfim ndryshe, edhe apo ai ishte më e lehtë sepse novela vjen më ashtrume, edhe t'jep hapësinë më tepër për fjalë, domethënë. Nëse poezia ti duhet të jesh e reduktuar tek fjalë, duhet të thush me shumë pak fjalë thuash shumë. Novela ose tregimi, narracioni e ka një mënyrë tjetër. Je pak më gjanë edhe mundesh me shpreh më tepër me ato çka mendon. I stivon më bukur, po i shpreh më tepër, i përdor fjalë më tepër ndoshta. Unë fakt ndoshta ka shtë rasti i parë që mund të nullin, se shumë kush më ka thënë që është një diçka e re. Tanë me lidh një novelë me vargje poetike, nuk e kena pa shumë. Ky ishte ideja jeme. Mund të jenë drejt, mund të jenë gabuar, por është ideja jeme, edhe kësaj rri deri në fund. Jam mundu çdo kapitulli të mi bë poezinë e përshtatshme. Për shembull, kapitulli i parë ka pesha kos. Ka disa nga poezi që të dalën në shtyp nga një libër tjetër, por i ke përdorur edhe për novela. Disa i ka përdorur, disa janë të reja. Shumë janë të reja. Edhe disa që ti e ke pa shumë mirë, që unë kam lidh 3 kapituj të fundit, kam lidh pak jetën time me jetën e nanës. Jo vujtjet janë tani njësoj, por vujtje ka çdo etapë e kohës, çdo etapë e jetës, çdo jetë, çdo personit ka vujtjet e veta. Unë e kam lidh pak a shumë me jetën time të migrimit, që për mua ka qenë vujtje, sinqerisht. Sot nuk them që është vujtje, sepse jam sistemu, jam rregullu, kam fëmijë kaluar koha e peripecive, fëmijët janë rritë edhe njeriu gjehet më ndryshe në jetë në këtë çaste. Ka e vujtën koha e migrimit për mua. Fillimet e emigracionit, besoj. Edhe vazhdimet deri në 5-6 vjet. Për arsye se unë s'kam mujt një thënë lëm të mirës njerëzve të mi. Edhe kjo është një diçka që njeriu e akumulon zemrën dhe mban ta jetën si peshë vetë. Edhe pse ne dhimbjen duhet të ecim përpara në jetë, por është gjithmonë dhimbje. Thojnë dhimbja të forcon. Edhe të forcon, po edhe të plagështon. Se kur mendoj që unë s'kam mujt më thënë lëm të mirë nënës teme, ose motrave, se nënës i kam thënë faktikisht, po motrave, më thënë është një diçka tepër e rëndë për një person. Është kjo një mënyrë që ndoshta ti me gjet paqe brenda vetit, edhe me nxjerr dhimbjen në një formë tjetër, në një formë ndryshe. Jo tashmë në atë mënyrën tonë të brish që shkrihemi në lot dhe mendojmë se nxjerrim dhimbjen jashtë, por është një mënyrë ndoshta për me largu një pjesë të peshës, me sjell për publikun në këtë mënyrë, por edhe me lanë si një kujtim fëmijëve, nipave, mesave, shumë kujt. Ja, unë ma të i përdu një mesazh, edhe kujtim për fëmijë, për mesazh që çdo person që nullet në momentet të tilla të vështira të jetës, nuk them për ato gratë e keq trajtume, po flas për këtë pjesë, po për çdo problem jetet, mos zhgënjëzohen. Ai mesazhi që ti ke dëshirë me përcjell, qoftë përmes poezive, qoftë përmes novelës, nuk duhet zhgënjëzona para problemeve, kështu thot Beti. Faktikisht kjo është kryefjala e secilit prej librave, që mos të zhgënjëzona, ta jetojmë jetën me gjitha ngjyrat e saj. Dashurohet jeta, të dashurohet pa limit jeta, dashurohet sa është e amen në çdo moment. Të dashurohet. Unë e kam tepër, jo për zemër, se për zemër duhet ta ketë kusht, pa kam pikë të veçantë. E kuptoj. Të dashurohet jeta, të dashurohet. Unë të e thamë vërtet me lot në sy, për cilin do person, se unë shoh shumë sidomos trit abuzojnë shumë me jetën, abuzojnë shumë me veten. Të rit abuzojnë me jetën. Ishte një projekt këtu në gjetjeve të caktuara që duhet faktikisht. Kam babi lexoj një poezi, nuk e din cilin libër është, pse abuzon. Tanë unë këto raste do t'i kisha nënshkru. Do t'i kisha denu, sinqerisht. Pse të abuzosh me jetën? Është paraqitet vetëm një herë, jetoje, në mënyrën më të bukur.
mendimet janë të ndryshme, njerëzit janë të ndryshëm, mesazhi është i qartë edhe shumë i bukur. Unë du më nalë edhe tek disa vargje para se ta mbyllim emisionin, por kemi edhe disa gjëra për me thënë para se të mbyllim pa diskutim. Çfarë dua për vete? Ja çfarë dua për vete? Vetëm qetësi. Asgjë më shumë. Nuk më intereson jeta e bukur. Fustanet e bukura. Nuk janë këto gjëra që më bëjnë të lumtur. Jam nga ato persona që kënaqem me pak. Më mjafton të kem pranë njerëz që dua. Të shoh në fytyrën e tyre gëzim dhe qetësi. Më mjafton një filxhan kafe i nxehtë në mëngjes për të buzëqeshur. Më mjafton një shëtitje në breg të detit. Më mjafton vlerësimi dhe dashuria i njerëzve që janë në zemrën time. Nuk dua të ndjehem e madhe, sepse unë jam një njeri i thjesht. Të ndjehen të mëdhenjt ata njerëz që jetojnë si përfaqësor. Unë jetoj me emocione. Shumë kur gjo nuk dojmë. Dona me kënë vetvetja. Dona me jetu realisht, edhe jo me jetu thjesht për të pa dikush se po jetojmë, se po gëzojmë, se po qeshim, se po kalojmë disa momente të bukura. Dhe poezia jote është krejtësisht një gjetje tjetër. Për secilin prej librave që ke botu më përpara, ke zgjallë mënyrat tuja të distribuimit edhe të shpërndarjes, sepse në qoftë se një pjesë e mirë e autorëve zgjedhin libraritë, zgjedhin një mënyrë tjetër promovimet për të shik libri ose për të pasur një lloj këmbimi diçka biti, zgjall një gjetje krejtësisht ndryshe. Librat janë dhuru, disa janë dhuru tek shtëpia e moshuarve, disa janë dhuru tek shtëpia e fëmijës, disa dhe këtij libri mendoj por së shpejti, do t'jetë një mënyrë tjetër e shpërndarjes, unë them e shpërndarjes, por misioni i tij është më i madh. E kemi biseduar së bashku dhe nganjëherë dy mendje janë më mirë se një, them unë. Na zbulon disi, ku do të shkojë ky libër, si do të perceptohet ky libër. Dhe si do të jetë mënyra jote tashmë me vepru me këtë libër që sapo ke botu. Tash ky libër, me që të gjitha ato të tjerat kanë pikë synimet tuaja. Tash ky libër ti pas parasysh se është jeta vështirë një gruaje. Po. Një gruaje. Përfaqëson, po. Përcaktoj një gruaje, do të kisha pas shumë dëshirë që ky libër jo të shkojnë si vlerë monetare, po të shkojnë libër, kështu. Po. Libër. Një oggetto, si thuhet italisht, studime. Një objekt. Një objekt. Që çdo gru e nullur në këto vishtërsi, ta lexojnë. Se ndoshta e gjajnë edhe veten për të ringrit. Edhe, kam shumë dëshirë që të arrij ky libër në të gjitha ato gratë që janë gjunjëzuti, thonë. Që ju duhet një këshill, që ju duhet një ndihmë, që ju duhet një udhërrëthim, që ju duhet një udhëzim, si më dalë në disa situata. Do të bëjmë një tip organizimit që mund të bëjmë thirrje edhe shumë njerëzve që nëse kanë qejf të marrin pjesë në këtë tifinalurat. Faktikisht ky libër është konceptuar me sjell një mbrëmje e cila do të jetë një mbrëmje bamirësie, faktikisht një mbrëmje e cila do të mblidhet një lloj fondi bashkë me librat, një tufë me libra që dhurohen për gratë të cilat janë në një situatë jo shumë të mirë, jo komode, për gratë e dhunuara në bashkëpunim me shoqatat e grave në Shkodër, kjo do të vijë në pjesën e vazhdim të kohës, në muaj të ardhshëm pa diskutim, edhe do të mblidhet një fond i caktuar, një ndihmë e caktuar për këtë lloj, për këta njerëz të nevojë, edhe do të shkojnë atyre që u duhet realisht. Kjo do të ndodhë së shpejti dhe ne do ta anoncojmë së shpejti dhe kushdo që ndihet i gatshëm për të dhënë një kontribut sa do të vogël, do të ishim shumë mirënjohëse, patjetër që do të ketë transparencë të plotë për çdo kontribut që jepet. Vetëm mendoj se kena thënë të gjitha dhe ne e kemi mbyll këto. Mendoj që pena jote do të vazhdojë më gjatë. Një mesazh të fundit, një citat të fundit si tushte. Citati jam është vetëm ky. Duajini jetën. Lexoni. Sepse ty lexu në çoni mendjen.
Shoh se libri nuk është në atë nivelin e duhun i të lexumit. Lexoni ju lutem. Me librin mësoni shumë gjëra. Ky është mesazhi që mund t'jap sidomos për tritë e sotit. Se brezi e besoj se lexojnë edhe sot. Brezi e besoj se lexojnë. Lexoni ju lutem. Duajini jetën. Lexoni një libër dhe prekni realitetet e tjera përveç atyre që keni momentalisht. Ju përshëndes të gjithëve nga valët 92 MHz dhe një herë të Radio Shkodrës, nga kjo studio e cila ndriçon nga shumë çka, dhe mos harroni në çdo fundjavë ne kemi përmbledhje të këngëve të poetit, tashmë ai që bën ato këngë të bukura për Shkodrën, Klodian Kojashit, mos harroni. Dy keni të lançuara pas pak po diskutim, të shtunave dhe të dielave. Mirupafshim miq. Faleminderit.